Gjykata e lartë ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së apelit të posaçëm të 20 marsit të vitit 2023 për dënimin me burgim të përjetshëm të dy prej autorëve të masakrës së Lushnjës, Anterio Kaloshi dhe Orgest Bilbili. Apeli shpalli fajtor Bilbilin dhe Kaloshin për vrasjen e Zamir Latifit dhe Jurgen Hoxhës, si dhe plagosin e Bujar Turku dhe Marius Gjepexhiut. Ngjarja ndodhur në Lushnjë në vitin 2017. Atentati i pati zanafillën në 25 shtator të vitit 2016, kohë kur u tentua të vritej nipi i Aldo Barës, Gjulio Shkurti, ngjarje për të cilën Lajert Haxhiu ishte i shpallur në kërkim, i dënuar me 18 vite burg në mungesë. Pikërisht gjatë kohës që i fshihej drejtësisë, Haxhiu vrau 2 persona. 6 vite pas masakrës, Lajert Haxhiu arrestuan në Greqi në maj të vitit 2023. Gjykata e apelit në Janin i ka hapur rrugë ekstradimit të tij në Shqipëri. Lajert Haxhiu fundos përfundimisht pas dëshmisë së të penduarit Artan Tafani, i cili rrëfeu për fshirjen e të dyve, por edhe një grupi të madh personash në 16 ngjarje kriminale, mes të cilave 4 vrasje në Shqipëri dhe 2 të tjera në Greqi. Mes rrëfimit ishte edhe planifikimi i Haxhiut për të vrarë persona të drejtësisë, përfshirë prokuroren e SPAK, Doloreza Musabelliu dhe atë të Lushnjës, Merita Selimi, për të cilat me urgjencë të madhe u mor vendimi për mbrojtjen e tyre. Lufta mes bandave të Lushnjës ka nisur herët, pasi njerëz të Aldo Barës i dogjën shtëpi ngjatë gjajit të Lajert Haxhiut, duke pasuar një seri vrasjesh.